Mirë mbrëma, dua të komentoj dy ngjarje, dy momente që në fakt po ndodhin në ditëlindjen e Loredana Bratit. Valpona Mhilli në video live-in e saj që ka postuar në Instagram, do thënë ka hyrë live, ka thënë që Egli ka qëndruar shumë pak në festën që është organizuar sonte në Tiranë në ditëlindjen e madhe të Loredanës, edhe është larguar që aty ka ikur, ndërsa Xheneta, duke që është shumë e lumtur, duke që është shumë pozitive, duke që po vallëzon, po e shijon të gjithë momentin. Fillimisht Egli dhe Xheneta nuk është se kanë shkëmbyer ndonjë mesazh mes njëra tjetrës. Egli ka thënë që, domethënë nga biseda që ka bërë me miq, që është duke punuar, marrëdhënia e saj me Gjestin është shumë e mirë, këngë do të dalin, hite do të dalin, do thënë gjithçka do të jetë shumë e bukur. Por në sy ka rënë shumë qëndrimi i saj përsëri me parukierin, i cili fatkeqësisht u bë i njohur nëpër rrjetet sociale nga fakti që i tha Eglit pse nuk më thire kur dole. Sonte Egli në Instagramin e tij me patjetër që ka nxjerrë një video në mënyrë shoqërore dhe mua nuk më duket diçka e tepruar, edhe pse komentohet shumë mënyra se si Egli ka qeshur apo si është argëtuar. Të kesh një mik, një shok nuk është gjë e keqe, por ajo që pa shumë, domethënë Xheneta po argëtohej dhe po kënaqej, po dy gocat nuk është se kanë ndarë momente apo kanë folur mes njëra tjetrës. Egli ka ikur për në shtëpi, ka vazhduar, ka ndenjur shumë pak në festë, domethënë tepër pak, ndërsa Xheneta ka vazhduar akoma më gjatë të jetë aty, sepse nesër Xheneta do të jetë edhe në trotuar, kështu që i bie që sonte Xheneta do të flejë në Tiranë. Egli duke ishte tepër happy, duke ishte tepër e lumtur, duke ishte tepër energjike, po e shionte të gjithë momentin dhe mua nuk më duke gjë e keqe se ka bërë një video me këtë çunin që ja bën flokët dhe nuk më duke gjë e keqe në qoftë se nuk e ka përshëndet Xhenetën, sepse në fund të ditës Egli tashmë ka të dashurin e Xhenetës në krah dhe normalisht nuk do merret me Xhenetën, ndërsa Xheneta fatkeqësisht është marrur me Eglin, ndërsa Egli nuk është se ka ikur nga Xheneta nga festa. Si e komentoni ju këtë ngjarje?